por edhe një ndërhyrje shumë delikate, sepse mund të krijoj pasoja të pa ose të rikuperueshme për një kohë shumë të gjatë. Do thënë, po aq sa rregullon, edhe mund të dëmtoj nëse nuk praktikohet nga një specialist. Jo osteopatia, kiropraktik. Kiropraktik, po, është e drejtë, është e rrezikshme. Ato përqitjet e qafës, po, siç thua ti dhe mua më dalin në celular, pasi bëj një bisedë, nuk e di pse. Ndofta na përgjojnë. Se jemi të përgjuar të gjithë. Ndofta na përgjojnë, për shaka. Por është, me vërtet është e rrezikshme, pasi manipulohet kolona vertebrale. Dhe pa ditë këndet e duhura, forcën e dur, problemin që ka, jo gjithë një mund ta bëjnë. Aq më tepër këto që nisen edhe mësojnë nga YouTube-i, nga Instagrami, nga TikTok-u. Ose shoh ca që i varin pacientët me kokë poshtë. Ajo pastaj i shkundin, i tërheqin. Ajo është vu durët në kokë, pastaj. Më duket sikur shkon tek një kasap, jo tek një mjek profesionist. Ajo zgjedhja njerëzit, pastaj shohin videot, shohin nisen, pastaj duan ta provojnë. Ka pas raste edhe trauma, edhe në Shqipëri, jo vetëm jashtë, por kur bëhen nga njerëz të specializuar të pashkolluar, se të gjithë e mësojmë alfabetin siç çdo njeri, por mënyra e formimit e fjalive është ndryshme. Varet sa ti shkollohesh, sa ti praktikohesh, sa ti e zaron këtë disiplinë, siç është kiropraktik, për ta përdorur. Tani, flasim për problemet me qëndrimin, problemet e qafës e këto, po një nga problemet më të mëdha është hernia diskale. Ja ku e ke njëri me probleme hernie. Është problem qëndrimi, është problem i peshës, është problem i bartur nga rrëzime të vjetra. Si shkaktohet hernia diskale? Unë që kam rreth 30 vjetë në këtë punë, kam pa që, po themi, 80-90% e njerëzve i kap njerë në jetë problemet me shtyllën kurrizore. Vetë hernia diskale, që është ajo çarja e diskut, ka të bëj me këto që thatë ju, me mënyrën e jetesës, me peshën, me qëndrim për një kohë gjatë në një pozicion. Shumë njerëz nuk e dinë që ne nuk jemi si energji elektrike, që shtyp çelësin dhe 20 drita. Sa çojmë mëngjes, normalisht patjetër duhet bëjmë disa lëvizje shkrythje, sepse trupi është i ngurtë dhe që atje fillon. Por me vrap njerëzit sa çojnë mëngjes, me vrap ke puna. Pra po të bëjmë një kurb, një diagram kohë dhe forcë, do të shikojmë që forca maksimale arrin për njerë. Pra nga krevati në orën 8 në zyrë, gjithë kjo shpejtësi arrin maksimumin e vetë. Që duhet e kundërta. Pra ka qenë shumë mirë përpara gjimnastika e mëngjesit. Unë gjithashtu kur kam bërë master në Guangzhou, në Shanghai, e kishim detyrim 30 minuta tai chi, para se të fillonim, dhe të shikosh që njerëzit pastaj ishin më të shëndetshëm, sepse si çdo sport që kërkon një nxemje, fati mirë që unë jam marrë dhe me sportistët, edhe trupi jonë kërkon një ngrohje paraprake. Do flasim pak edhe për sportistët, po i kam lënë në minutat e fundit. Duhet një nxemje, duhet një ngrohje, jo për një herë që në fillim start vrap në punë. Çfarë është ajo gjë që bëjnë njerëzit gabim kur përpiqen ta trajtojnë vetë dhimbjen dhe nuk drejtohen tek fizioterapisti? Tani ka dalë dhe ChatGPT-ja dhe kanë ecë edhe më përpara. Po të marrim nga pikpamja fiziologjike, njerëzit nuk janë njësoj. Pastaj edhe nga pikpamja somatike, emocionale, edhe këtu ndryshojnë. Pra kemi